Ju vini nga Galishniku. Çfarë është origjina juaj individuale? Pra, ju se ka teza brenda kampit shqiptar që thonë Galishniku ka qenë i banuar në mesjet nga shqiptar. Banorët e Galishnikut mbanin ashtu brucat e zinj për shkak të vdekjes Skënderbeut në Shenzi apo jo? Pra, a janë shqiptar ata apo jo? Da, to koga rasprava su Kur biseduam me familjen rusi nga Dibra në New York, ata më pyetën nga janë dhe unë them, unë janë të mitë janë nga Galishniku. Ju jeni shqiptar, thanë. Ne, to se slovenski, mijacite se slovenski plemi. Mijakët janë fise slave. Më falë, shkone këto, profesor, to e foto të banorëve të Galishnikut, apo jo? Në një paraardhësi juaj do të jetë këtu. No, točno je дека земаат Po është e vërtet se marrin Tu thot shqiptar ortodoks të quajtur, nuk po lexoj do të shfrëngjisht. Нивната ориентација Orientimi i tyre, sepse Galishniku është fshat i pasur dhe ka status të izoluar si Dubrovniku, orientimi i tyre politik është ka Skënderbeu. Ata bashkëpunojnë me të, marrin pjesë në ushtritë e tij, ata e trajtojnë si mentor dhe mbrojtës, mbajnë plisë të kuq dhe pas vdekjes së Skënderbeut mbajnë plisë të zi për shkak të respektit ndaj tij. Pra ata janë të orientuar ka Dibra, Korça dhe Shqipëria. Ata nuk kanë lidhje me Shkuprin. Por familja juaj ka lidhje, më duket, edhe me Shqipërinë apo jo, me Korçën apo jo? Do të paraardhësit tuaj ndoshta nga nëna, diçka e tillë? Вашата фамилија дали има врска некоја со Албанија? Корча или Дебар? Не, мојата фамилија се Jo, зоографи. familja ime janë zograf, ata i vizatojnë kishat në Shqipëri, në Kosovë, Serbi, Jugore, Rumani, Bullgari, por janë zograf.